se çka kemi kaluar. Tash do të shkoj te kënga në festival. Si të ktheu ty festivali? Apo pedhe ti Eurovisionin si se tash Eurovisioni, festivali atë ka Eurovision, ndryshe. I kam ndjek, patjetër, kam ndjek edhe kam pas preferencat e mia pa diskutim. Italia për shembull ka lënë përshtypje në 2 vitet e kaluara, kam pas këngë shumë të bukura, përveç Shqipërisë po them, që ishin Shkodra elektronike. Nuk është se kam pas një ndjesi që thush që du të jem aty patjetër. Kënga më solli, do të thoya. Kënga si të solli kënga? Dërsuar tash unë kam thënë këtë edhe në podcasti, po. Në gusht më merr Afrodita në telefon, edhe më thot Afrodita Saraqini Kelmendi, edhe Gjevdet Gashi që janë 2 autorët e këngës. Thot kemi një gjë për të treguar, dua të takoj. Domethënë nuk është se zgjatet shumë, edhe i them jam në Tiranë, në momentin e parë që jam në Prishtinë do vi të takoj. Okej, shkoj të takoj tek zyra e saj, vë këngën për ta dëgjuar. Pa bërë shumë komente. E dëgjoj, e përjetova, të më vërtetën. Si e përjetova, do me thënë unë pushe me mornica? Ma dridhe gjithë trupin. Edhe kërkova ta dëgjoj edhe një herë tjetër. Ja dëgjova për herë të dytë, më dha po të njëjtin emocion, pa diskutim. Edhe pastaj filluan të flisim për planin, për idenë, domethënë që kishim për Champions e festivalit. Se kisha menduar, të më vërtetën, se u bën 20 vite që jam shkputur, po e thash ndoli vetë, kështu, poja, pa i menu as gjithë pjesën tjetër që unë mund të lija gjërat e mia personale në Amerikë, ose mund të lija fëmijët keq, ose dorelen, po them, sepse e quaj një farë mënyrë si sakrificë këtë shkputin time. Dhe unë e dëgjova këngën, pa leje. Nuk e di, në momentin që del kjo nervisa rrezik kënga ka dalë, që kanë dëgjuar, kështu që besoj që do të them, mund të tjerët e kanë dëgjuar, po që është një këngë shumë e bukur, vetëm se është goxha këngë intensive nga vokali, pra kërkon është një këngë tamam për skena gjigande. Nuk e di si je me vokalin ti, e ke ngrohur vokalin një çik, ke kënduar shpesh apo në koncertet? Po kam kënduar patjetër, po domondom të jemi kujdesshëm sepse siç e the edhe vet, është këngë që do goxha impenjim, është këngë e fortë. Edhe teknikisht është e vështirë ndoshta për ta kënduar. Do mbledh forcat edhe do bëj maksimumin, më të mirën. Je për Eurovision apo je për të kënduar të këngën? Apo do të futet Eurovisioni rrugës? Tani du të përjashtoj Vedatin si personazh në këtë rast, si artist. Do doja të fitonte mesazhi i këngës që ka në vetvete. Tash kur e kam dëgjuar, është diçka që më ishte personale. Kur ta dëgjojnë edhe publiku, ndoshta do rikthehen në atë periudhën që ne kemi kaluar, domethënë. Kur fjala mbaron, domethënë ne kishte mbaruar fjala dhe ishim domethënë pa emër, ishim vetëm numra për armikun. Edhe kemi parë sytë e fëmijëve të trishtuar, domethënë të trembur, që kanë përjetuar të merren që lufta sjell. Tema është e fortë, ndërkohë që ne tani po flasim, vazhdon bota të jetë rrëmuj, në flakë do të thoya. Luftat s'marrojnë asnjëherë nga një luftë në një luftë tjetër, kështu që kjo është edhe arsyeja, edhe unë e gjeta si fëmijë lufte, e gjeta veten te kjo këngë. Edhe më preku normalisht, e flas me emocion tani, kështu që doja ta këndoja. Jo, edhe herën e parë, sa herë të dëgjova dhe kur ma vure mua këngën, prapë kishe. E thash, duke qenë se unë e kam jetuar vetë luftën edhe. Ti ke qenë atje në 99-ën? Po. Bashkë me vllahun kemi qenë për një periudhë kohës nëpër male, nga një mal në një mal tjetër, kështu që kemi parë gjëra që janë si më thënë, mbetën në memorien e njeriut. Të kthej këto jam kurioze. Kam folur një herë mbaj mend me Valdrin Sahitin, për cilin flasim gjithmonë për gjërat bukura, për showbiz-e, ka qenë shumë e çuditshme, sepse kam thënë gjithmonë që ne të Shqipërisë nuk e kuptojmë. E dim, na vjen keq, por nuk e kuptojmë. Patjetër. Dhe me Valdrinin kam gjithmonë biseda, jo biseda rrobash, veshjesh, nuk ato s'bëhet se është puna e tij, po biseda shumë më interesante me showbiz-i dhe një ditë ai nuk dalte duke më treguar mua, se i bëra një pyetje, thash nga kurioziteti, ne kemi pasur shkëmbimi më të gjatë të mesazheve me orë të tëra, më tregonte gjithë ato aratisin në mal, në shtëpi, gjërat e çuditshme natën që i thoshte ëma, i vinte në gjumë dhe se dinte si do gdhishin nesër, 3 çunat. Dhe thash, wow, si vazhdoni dhe me këtë, sa i ke mbajtur këto me vete, këto trauma që mund të kesh nga lufta?
Po, kam qeni 16-17 vjeç, ndoshta. Ti ke qenë në zonë rreziku? Unë Po është e rrezikshme për çunat që të merrnin. Kemi parë shpesh edhe vdekje me sy. Dhe kam shumë raste kështu që kam qenë rrezikum. Një rast nuk e harroj asnjëherë se që po flasim tani është podcast edhe mund të bëjmë muhabet kështu si lirshëm. Ka qenë një rast kur ne vinim nga zona Drenicës për shembull dhe donim të dinim për prindët se si ishin, janë gjallë, si çka ka ndodhur, sepse kishte informacione se ne ikëm faktikisht bashkë me vllahun në atë periudhë, ka qenë një urë që ishte në lagjën tonë atu, edhe fshehur azi kemi kalu në urën, kanë qenë madje edhe dy ushtarë të UÇK-s me ne, edhe në momentin që ushtarët i kanë ndezë cigaren, ne jemi shkputur edhe në atë lagjën tonë janë marrë gjithë burrat, janë dërguar në burg, edhe janë maltretu, torturu, do më thënë. Edhe kemi qenë nga pak njerëz që kemi pas mundësi të shpëtojmë atij rrethit. Po se thash ishe moshë rrezikshme, s'ishe çun, 17 vjeç dhe ishte moshë të merrnin. Me gjatësi isha i bëshëm, si më thënë, kështu që një terror që e kemi përjetuar. Edhe një ditë ishte dhe ishte pa le që ai zgjati pa. Unë nuk kam folur ndonjëherë për këtë temë asnjëherë, domethënë, po me që erdhi të biseda dhe të historia e këngës, doja ta shpalosja pak më tepër, domethënë për tregu edhe mesazhin e këngës. Dhe pastaj shkuan në mal. Unë jam kurioze dhe jo vetëm unë që unë jam kurioze, por realisht neve këtej nuk duhet flasësh se e di ka ndodhur lufta, ishte vështirë, njerëzit u vranë kështu na u doi shtëpia. Mal pa buk. Por sa që dëgjoj histori them, o zot, si e kam. Ka qenë, për shembull, ka qenë një rast kur pse është edhe gallat, kam qenë duke la dhëmbët në një krua që ishte balt ato. Ta patron kështu granat, edhe është fut në bal, domethënë fatmirësisht nuk ka shpërthy edhe kemi shpëtuar për shkak. Ka pas raste kur ne kemi hyrë në mal për t'ju shmang një post bloku, po them, ushtrie, edhe kemi përfunduar që kemi dalë para post bllokut, edhe tani me idenë që thënë durt lart. Ç'o ndodhi? Po kemi shpëtuar për shkak shpesh. Na kanë gjujt me kundër ajror, po them malit. Edhe viktim e vrave kundër ajror. Po. Kishe humbje jete në familje apo rreth teje? Rrethin e gjerë familjar, po. Kishe. Në të familjes rrethit ngushtë, po them ja. Po ju i keni dhe komshi, kishe dhe komshi ato si keni jetuar bashk në Mitrovicë toni apo jo? Po, patjetër. Po, kurioze jam, a flasim njëri tjetrin apo jo? Jo, nuk ka kontakt. Besoj shumica jo. Thjesht kanë qenë dobum nga shtëpitë e tyre në Verit Mitrovicës për shembull, deri tani vonë, që ka fillu pak a shumë tani një pjesë e tyre edhe të rikthehen nëpër shtëpitë e tyre. Më vjen keq që u preke po nga ana tjetër edhe të erdhi në këngë. Pra zgjodhe ishte një këngë që Afrodita të deshte ty për zërin apo sepse ti do e qaje këtë gjë sepse ishte dhe jotja kur të ofroi këngën? Afrodita Gjevdeti në bisedë, domethënë të dy së bashku kanë qenë, po them, unanim, ndoshta që personi që mund ta përfaqësonte këtë këngë edhe vokalisht, po them, edhe në ana emocionale isha unë, kështu që unë jam shumë i lumtur që ata më kanë përzgjedh, edhe që unë do jem pjesë e festivalit mbas kaq vitesh. E pa atëherë kuptohet edhe nga ato çfarë ke parti në atë mosh, ku po që adreshat e tjerë luanin Counter Strike, ti kishe predhat, ti dhe se edhe shumë të tjerë, qindra e mira të tjerë në Kosovë, edhe ndoshta kjo mund të ketë qenë jo vetëm një moment traumatik, por edhe mund të ketë forcuar sy karakter. Dhe fakti që ti e ke marrë jetën, e ke vlerësuar jetën. Domethënë, siç ke thënë vetë që nuk u çmende vetëm pas muzikës apo ti futesh në showbiz. E doje muzikën, po ndërkohë nuk e ke vlerësuar çdo moment apo jo? Patjetër. Të gjitha këto, si më thënë, shërbejnë njeriu që të bëhet më i fortë, edhe ta marrë jetën më seriozisht, ndoshta jo çdo gjë është materiale dhe domethënë duhet të jemi falënderues domethënë për çdo ditë që jetojmë dhe zgjohemi në mëngjes. Beson kështu, beson? Po, besoj. Po je praktikues apo jo thjesht beson? Praktikues jo, po besoj fuqishëm, besoj fort.
Beson fort. Tash pyetjen e fundit që kam unë doja të përdruar çik atmosferën. Meqense ti dole nga ekstremi këtu i koncerteve, 365 koncerte do i quaj. Meqense s'ka që kabiti, erdhe nga Kosova ku ke kaluar dhe këtë periudhë që është goxha, që është e parrushme në jetën tuaja, të tërve në Kosovë, në ato vite, dhe pastaj kalove në Amerikë. Dhe tani e baba 2 djemsh dhe të thash, më lodhe kokën në kuptimin e mirë të fjalës duke folur për çunat e gjithë kohës. Tani më thuaj, më përshkruaj pak, do isha vetëm të dija një ditë normale, se kam shumë qejf ditë normale në New Jersey, në suburbs të Amerikës. Si është një ditë për ty? Në katon, thot një shoku im. Dita ime fillon me fëmijët prap. Duke qenë se do rilasht në punë, i bëj gati, i qoj në shkollë edhe sa po lë Erenin të shkolla, ka një gjem, palestër, 1 orë e gjysmë, 2 orë të mira, pastaj pi një kafe, kam një obor, kryesisht gjatë periudhës kur ka bari. Ke shtëpi të bukur, paktën atë që pa shumë në piano. Po, që edhe shtëpia më jote. pëlqen të merrem me pjesën e bashkës për shembull. Jam merakli lulesh, bëj lule. Vërtet? Çe lule? Gjef lulet? No, Dorela i ka shumë qef, për të marrë me to pastaj më le mua. Po i njeh kështu thuat, për shkak kjo është gardenia, kjo është. Po. Në vërtet. Kam mësuar dhënë. Është meditim, luleja është meditim. Po, më pëlqen dhe me të drejtën kaloj, si më thon kështu, kohë produktive me veten. Më pëlqen të futem nëpër mendimin, nëpër gjëra. Edhe për muzikën, mendoj edhe për gjërat e tjera, kështu që kam si kohë relaks. Pastaj pret çunat. Pastaj aktivitete me të dy, njëri basketbol, vrap tej, vrap andej, edhe përfundojmë që më lidhemi në shtëpi nga ora 8:30, 9 për shembull. Shohim ndonjë film bashk, gallat, lujm. Veda, po pse duhet të kthesh këtu realisht me këtë jetë? Kjo është super mashallah, kjo është super jetë. Unë për vete në fund të ditës këtë ndërroj. E kam shumë qejf punën që bëj, dua shumë, por ku më thon mua për shembull, sa e pasur do të bësh? Unë them, pasuria është të kesh paqen. E them gjithmonë, e them në çdo program se dua që t'ja bëj lajmotiv. Të kesh një paqe. Po s'ka gjë. Për kë? Për këtë pjesë. Ja, bëshaka. Jo, shpresoj që ata që do na ndjekin, domethënë se e kam pak problem këtë tash në përditshmërinë tonë, ne mundohemi të themi gjëra më të bukura, këtej andeje, po e mendoj vërtet e mendoj që është më mirë të jesh njeri i mirë se sa të jesh njeri negativ, fundja fundit. Edhe ajo që ne themi, edhe që i ofrojmë edhe shoqërisë dhe familjes është do të jetë domethënë gjë që ne duam për veten tonë, kështu që edhe në rrugë, edhe në trafik kur i hapim rrugën dikujt. Po ndoshta kjo lloj që thua ti njeriu të mirë, të ka sjell ty Zoti, në rastin të ka sjell Zoti mbrapa këtë qetësi që ke. Shpresoj. Këtë rutinë të bukur të qetë. Se neve këtu në agresivitetin ndoshta edhe mund të bëjmë shaka me lulet me këto, po është arritje shumë e madhe të jesh në një familje me gruan që do, me fëmijët që i shijon, dhe të bësh gjërat që do, dhe kur të duash vjen në festival, kur të duash bën këngën dhe vazhdon bën koncerte, se bën edhe ande këndon. Filloj flasë për kuzhinën, nëse si gatuaj, pastaj po. Du ta provojmë, po dua që ti dhe Dorela. Kur të vi në Amerikë do vi, e kam seriozisht. Kam shumë dëshirë të vi, se unë në New York stacionohem, kështu që do doja shumë të vija, edhe jam shumë e lumtur për ty. Si thash, unë kam ato të manifestova ca gjëra, qoftë me Albanin që pa Albanin, të manifestova ca këngë kështu për shpirtin tënd, ndoshta edhe për çunat, meqense ke edhe çunat që kanë qejf fëmijët, edhe kur bëj sikur s'duan, kanë qejf kur dëgjojnë për prindërit e tyre. Patjetër. Kur ndodh ja. Unë të uroj sa më shumë suksese, besoj që këngën do e qash, duke gatuar mirë edhe duke ndenjur në ajrin e pastër, andej me lulet nuk prishet zëri. Zëri prishet nga tjetër gjëra, po nuk është rasti i Vedatit. Dhe Vedat ka thënë, çfarë do të ndodhi në tënde ti gjithmonë kur ne ke pas mirë. Këtë ke pas bekim, je dukur gjithmonë mirë. Ke kaluar luftra, ke kaluar 365 ditë natën me lloj duhani e gjëra, po prap imazhin e ke dhe si duke është gjitha manifestimi të qenit një çun që përtej zjarrit të Luanit e ke respektuar jetën. E ke respektuar jetën edhe kjo ishte një shumë kënaqësi. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë.
tamam bashkëbisedim kështu, sikur ishim te shtëpia ime, po them. Kam shumë qejf tash e fiksova, do ta shkruaj që do vi tek shtëpia juaj. Dhe Dorelës e propozoi, ka një propozim në tavolinë për green cardin. Tash mund ta shohim si biznes, meqense pas ka pas dorën, jo për mua, po për shumë të tjerë, jo korçar, mund të hapim edhe të çojmë energjinë. Se tash bota është bërë shumë e vogël, do ikin do vinë njerëzit. Kjo është paktën je në një periudhë që vjen sa herë të duash edhe s'ka problem. Po, diskutim. Edhe siç thot Fevziu do vendoset, kështu e tha një herë, kishte folur realisht, do bëhet një avion direkt. Po, ajo do ishte gjallë të semë. 2-3 vjet. Se është rrugë gjë e gjatë dhe e bezdishme. Sidomos ai tranziti është ta merr frymën. Ti je në business apo economy? Në business apo në economy? Ti u thon me business pa? Apo economy? Më varet si qëllojmë nga lekët. Shiko, si do të qëllosh mundoni të u thoni, unë se kam bërë, por dua ta bëj, po them, s'do blej asgjë, ca mua vetëm të rri në biznes, se ajo, ai gjuri i përthyer, sidomos me kalimin e moshës edhe si kleçma ajo këto tavolinën këtu që buta të zë këtu te hekuret në 6. 8 orë. E tmeshme, ha? 8 orë. Po, bëjmë një lëvizje kështu tani. Pa. Shiko, në fundi për shembull fjetën të 2 djemt, edhe u detyrova ti liroja karrigen të voglit për shembull. Po ku shkove ti? Sistemova dhe shkova tash po bëj xhiro atje. Ku shoh te premium class aty, premium business i bie kështu mes të dyjave ato. Ishin ca të lira ato. Edhe ula ato, ushtriva si serioz, domethënë edhe. Po se ke portret besueshëm ti. Mendoj që je aty përket aty në vendi. Kështu që. S'to thanë gjë ata. Ja. Super, çafati. Unë njëri jam futur të flisja dikujt që ishte aty dhe më kthye. Para shumë vitesh. Bona 2-3 herë tentova që ti thoja që kështu është më doja ti flisë thash, e di çfarë, thosh le, thash. Dritat i kishin fikë, kështu që s'merresh e vesh gjë. Super, punë e madhe. Nëse me biznes pa biznes tash çfarë ke tani dhe mbaj ruaj e fort sepse ça vlen janë njerëzit që do, domethënë edhe kjo ka rëndësi për ty familja, shoqëria e fëmijërisë dhe gjithçka që është e vërtet. Sa duket çdo gjë e vërtet që jeton edhe ajo është më suksesi më i madh në jetë, domethënë ti tosh me të vërtetën. Pa diskutim. Tash është shumë e rëndësishme që njeriu të jetë mirë me veten, pastaj me të tjerë. Falenderoj shumë. Kjo ishte vetë data demi, atëre votoni për këngë, me që unë e kam tu dhe është studio ime, kështu që mund të them çfarë të dua, nuk thyj asnjë lloj rregulli të festivalit të RTS-s, kështu që votoni për këngën e Vedatit, është super këngë edhe unë uroj shumë edhe kam shumë besim që do e qaj në të kënduar, por është këngë e madhe dhe sidomos me histori nga mbrapa, është këngë që ja vlen të diskutohet dhe nuk është se është diskutuar, nuk ka qenë tematik. Edhe pse edhe vitin e kaluar ka qenë interesante shumë dhe tematika, por që why not? Ne ndoshta nuk e fitojmë Eurovizionin ndonjëherë, po është mirë që mesazhet të jenë aty edhe është dhe koha për këto mesazhe mbas gazës së Ukrainës e lloj situatave në botë. Falenderoj edhe një herë shumë. Asi Darina, shumë. Natën e mirë. Andale!